Është zhvilluar në GKK seanca e radhës para prake për dosjen Veliaj, me të pandehur kryebashkiakun e Tiranës, bashkëshorten e tij Ajola Zoza dhe të pandehurit e tjerë. Gjykata pritet të vendosë nëse dosja do të kalojë për gjykim ose jo, apo do ta rikthejë në SPAK për hetime të mëtejshme. I pranishëm në seancë ishte edhe vetë kryebashkiaku Veliaj, ku u shpreh se i është mohuar e drejta për të njohur me aktet e dosjes, ndërsa ka theksuar se vendosja e tij në kafaz është trajtim denigrues dhe në kundërshtim me Konventën Evropiane për të drejtat e njerëzit. Seanca u shtyp për më datë 5 dhjetor, pasi gjykata pranoi kërkesën e Veliajt për të njohur me aktet. Mëtej Veliaj argumentoi se nuk i është lejuar që të lexojë asnjë faqe nga dosja dhe se USB-ja që i është dorëzuar avokatëve nuk mund të përdoret në paraburgim. Veliaj ndodhet në paraburgim që prej muajit të shkurt dhe akuzohet për një sër veprash penale, si pastrim parash, mos deklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 raste, shpërdorim detyre si dhe futje e seneve të paligjshme në qeli. Bashkëshortja e tij Ajola Zoza akuzohet për mos deklarim pasurie, fshehje të ardhurave si dhe pastrim parash. E përfshirë në këtë dosje është edhe ish-deputetja socialiste Klotilda Bushka, e cila akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Rikujtojmë që më datë 3 nëntor, kushtetuesja i dha të drejtë Erion Veliajt duke e lënë në detyrë si kryebashkiak të Tiranës. Kushtetuesja rrëzoi vendimin e qeverisë për shkarkimin dhe shfuqizimin e dekretit të presidentit Bajram Bega dhe shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë.